Pejgamberi alayhis salam duke biseduar me shokët. Në një situatë heshtje shfaqet i person. Te transmeton Omer ibn al-Khattabi, që ka qenë prezent aty, edhe disa shokë tjerë, dhe ishte një situatë që po u heshte, dhe vetëm kur thot na u shfaq i person. Nuk thot erdhi i person, na u shfaq, tala, si papritmas. Dhe ne thot e shikuam, se në qytetin e Medinës njerëzit e njifshin njëri tjetrin. Thot kishte një gjë të çuditshme ke ky person që erdhi, që rrobat i kishte shumë të bardha. Flokët shumë të zeza, shumë i pastër dhe flokët shumë të zeza. Dhe në asnjëri prej nesh nuk e njihte se ishte banori i Medinës, pra ishte i ardh. Ai që kishte ardh, kishte kaluar nëpër shkretir, asnjë shenjë thot tek ai e pluhurit, e udhtimit, dhe u çuditën. Ky që erdhi, ky nuk llogariste kënd. Ky u fut, ishte rrethi, u fut në rreth, pa i fol kujt. Dhe u afru, kishte punë vetëm me një, me Muhammed Mustafa alayhis salam. Po ishte i pajshëm, i bukur, i këndshëm, dinjitoz. Sa kur hyrin rreth, sahabët të leshin kollaj mu afru ke pejgamberi alayhis salam, po të mendojshin që është dikush që do më i bërë dëm. Jo, ishte lart shumë ky që u afru. Dhe thot Omeri u ul përballë afër fare me pejgamberin alayhis salam, derisa duart e tij vendosin në gjunjët e profetit. Ai shumë u afru. Dhe i hesht, ato në heshtje ishin, ushtua heshtja, ushtua kureshtja. Dhe ky i thot, ja Muhammed, shumë interesant. Nuk i thot, ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit, ja Nebi Allah, o ty që të është dërgu shpallje. Ky i thot, ja Muhammed, me emër personal, si që ishte tradit në Arabët që e thriqin tjetrin me emër personal. Sa mendum për çastin që ky s'din më nga feja. La ilaha illallah. Ai dinte shumë fakt, çudi e madhe. Thot Omeri, mendum që ky thot ja Muhammed. Muhammed thoshin ato që s'ishin bërë akoma musliman, se besimtarët për nga respekti i thoshin ashtu siç e ka cilësuar Zoti, ja Rasul Allah, o ty që të është dërguar shpallja Allahut mëndosëm, Zoti suprem të universit. Kurse ky që erdhi, tha ja Muhammed, u kriju përshtypje që ky s'din. Ka ardhur me mësu. Tha ja Muhammed, akhbirni anil Islam. Ta më shpjego që është Islami. Pra që është kjo madhështi e madhe që quhet Islam. Kjo fe e Zoti suprem që krijoi universin. Ati i cili në spektaklin e madh universal tregoi sa i madhërueshëm dhe i gjithfuqishëm është. Akhbirni anil Islam. Më shpjego që është Islami. Pejgamberi alayhis salam me atë etikën, moralin, sjelljen, buzëqeshjen brillante, i përgjigjet qetë, drejt, qartë, bukur, ëmbël. El Islam, u tha, Islam do të thotë besosh Sundusin e gjithësisë një dhe një të vetëm, Muhamedi është i dërguari i tij. Ta falësh namazin, tani nga kopshti po ngrehemi. Ku po shkojmë? Nuk po shkojmë në universitet, po ngrehet tani nga shahadeti, vazhdon Islami i bukur. Tha, ta të besosh Zotin një dhe një të vetëm, Muhamedi i dërguari i tij. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin të varfrit e fukarajt, ta agjerosh muajin e Ramazanit, edhe të shkosh në hax. A ishte përgjigja e plotë? Jo, ishte përgjigja e themelit Islam, se Islami nuk është vetëm 5 shtyllat, po ato janë themeli, pastaj ndërtohet gradacela e madhe e bukur islame. Tani Omeri edhe shokët e vet mendojnë që ky po pyet të mësoj ky diçka dhe në një gjë që nuk e dim ne. Edhe pejgamberi alayhis salam ja thot 5 shtyllat e bukura të Islamit. Në to është themeli Islam, pastaj ndërtohet gjërat e bukura edhe ato që na mësoi madhi Zot më tej. Ky që tha ja Muhammed, akhbirni anil Islam, ky i dëgjoi 5 shtyllat dhe ky nga nxënës u kthyen profesor. Tha sadakhte ja Muhammed. Tha bukur, qartë, pastër, drejtë ke thonë. Dhe Omeri tha mirë i pastër dhe i rregullt, megjithëse ka udhëtuar, s'po e kuptonim si mund të jetë njeriu aq i pastër pa pikën e pluhurit nga udhëtimi i gjatë, e bardhë borë veshje që kishte. Flokët shumë zeza. Nuk kishte pjesëtar i Medinës, pra njerëzit më të dishëm atë kohë ishin në Medinë. Një që vinte s'mund të ishte edhe profesor dhe nxënës. Mirë tha që pyeti, pastaj tha dhe përgjigje dhe ne mbetëm plotësisht hutuar. Kur ai ka thënë sadakte, të vërtetën ke thënë Muhammed, ne aty tha hutuam plotësisht. Për shkak se edhe pyeti si nxënës
dhe tha si profesor ke thënë vërtetën. A ishte nxënës a profesor? Ai fakt ishte profesor, po nxënësin e bënte për të mësuar nxënësit. Goxha interesante. Dhe pejgamberi alayhis salam e ngreti tani shkollën e muslimanit. Nga vetëm musliman quhesh me shahadet tani që të fillosh të ecësh në islam do të falësh namazin 5 herë në ditë. Një herë në vit do të japësh zakatin për fukarajin. Një herë në vit do të agjirosh muajin e Ramazanit. Një herë në vit, një herë në jetë do të shkosh në haxh, kur ke mundësi ekonomike dhe shëndetin e plotë. Pyetja e dytë, ja Muhammed, po e njëjta gjë. Ja Muhammed, akhbirni anil iman. Më shpjego ç'është besimi në Zot. Qëllimi për cilin u kriju ne dhe universi. Tha akhbirni anil iman. O Muhammed, më shpjego, po besimi ç'është? Pejgamberi alayhis salam me qetësi, me bukuri, me etik, me moral, me sjellje, me ëmbëlsi thot: të besosh Zotin është që ai është një dhe një i vetëm. Të besosh librat e tij, të besosh pejgamberët e tij, të besosh engjëjt e tij, të besosh ditën e gjykimit dhe të besosh që të mirën dhe të keqen i ka në dorë askush tjetër përveç ti. Vetëm ai i jep dëmin që atij që e meriton, ai i jep dobin atij që don, ai e vdes atë që don dhe ai e ngjall atë që don, ai krijon atë që don dhe e lën në mos ekzistencë atë që don, ai e pasuron atë që don dhe e varfron atë që don. Shëndimi absolut është vetëm i tij. I tha 6 kush, këtë e shtova unë apo komentova atë që ka thonë. Sa hadithi është i shkurtër, ka thonë 6 kushtet e imanit. Me besu Zotin, engjëjt, librat, pejgamberët, ditën e gjykimit, edhe e mira dhe e keqja është në dorën e tij. Tani sahabët hapën dëgjimin më shumë. Ky që pyeti prapë poshtë profesor, tha sadaqta ja Muhammed. Tha saktë ke thonë. U çuditën edhe më shumë. Pastaj erdhi një gjë delikate, një pyetje më delikate. Një gjë që njerëzit kanë shumë interes për të. Tha akhbirni ja Muhammed anisa. Më shpjego kur do shkatërrohet kjo botë dhe ky univers, kur bëhet apokalipsi në gjuhën moderne tonë. Kur do të bëhet kiameti është në gjuhën fetare, apokalipsi në gjuhën që e kuptojnë gjithë. Kur do të ndodhi katastrofa e përgjithshme, kur do shkatërrohet kjo botë. Bashkë me këtë botë i gjithë universi. O idha shamsu kuiret, o idha nujumun kederet, o idha aljibalu sujiret, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur dielli të jetë shuar, dhe kur kodrat të jenë shkatruar, dhe kur toka të bëhet plur, dhe kur xhenemi të jetë ndezur, dhe kur xheneti të jetë avruar, dhe kur librat të jenë shpërndar, aty e kupton njeriu çka ka vepruar. Kurani tani, mbasi është skenë shumë e madhe, tha kur është kjo? Ma thuj datën, sekondin, minutin. Pejgamberi alayhis salam në nivelin e madh pejgamberllëk. Tha ma mes'ulun anha alamu min as-sa'i. Tha pyete për diçka që ai që po pyetet nuk din më shumë se ai që pyeti. La haula wala quwwata illa billah, për nga niveli i madh intelektual dhe shpjegues. Me i fjali, tha ai që po pyetet nuk din më shumë se ai që pyeti. Sepse kiametin, çastin, sekondin, ditën, minutin i din vetëm Allahu më shumë. S'ja ka tregu askujt këtë çështje. As Xhebrail Eminit, Mikailit, Israfilit, as Muhamedit, Ibrahimit, Musas alayhim assalam. As një se din. Tani u ngret niveli midis atij që kishte ardhur pyeste dhe vërtetote dhe pejgamberit për ta ngretë Islamin deri këtu. Ku ka shkuar Islami? Kur u shpjegoi Islami, kur u shpjegoi imani, kur u shpjegoi kiameti në konceptet e veta, çfarë grade arriti muslimani këtu në mesataren e Islamit. Kur i tha pejgamberi alayhis salam 6 kushtet e imanit, a di çfarë do thotë? Imani ka më shumë kushte. Se vetë pejgamberi alayhis salam ka thonë, imanu, besimi është 70 e sagrat. Më e mira e pjesë e imanit është thush fjalën la ilaha illallah. Më e vogla gratë e besimit është një papastërti ta heqësh nga rruga, dijeni tha se edhe turpi është pjesë e besimit. Ti je i turpshëm. Të punoj semaforin në faqe. Që shumë sot e kanë vetëm jeshil, nuk skuqet më njëri për zullumet që bëhen. Zoti krijoi semaforin e madh njerëzor turpin. Tha dhe turpi është pjesë e imanit. Pa ai që se ka për muslimanëve, është klasë parë pra. Pra i shpjegoi këti që po e pyeste dhe e vërtetote mesataren e Islamit. Tani po shkojmë drejt kulmit. Pra ka kopësht, ka gjimnaz islam, universitet dhe profesor doktor dhe akademik. Në koncepte po flas. Dhe e pyet po i njëjti, po e thiri me Muhammed. Ja Muhammed, akhbirni anil ihsan. Tha Muhammed, më shpjego çfarë është grada më e lartë
që të lidh me të madhin Zot. Quhet si term ihsan, që vetëm bën mirë. Shgradë më e larta që ka Islami. Tha pejgamberi alayhis salam, po me fjali për nga mençuria e pejgamberëve. Tha, grada më e lartë e besimit është ta adhurosh Allahun sikur e shikon, nëse s'jen te grad dije që ai çdo çast shikon ty. O kana rabbuka basira, ka thënë Kurani, Zoti të shikon çdo çast. Ky që pyese pejgamberin dhe thotë ishte vetë Xhebrail Emini. Engjëjt, ka thënë Allahu në Kur'an, kanë 2 krah, 3 ose 4. Xhebraili ka 600, me një prej tyre e mban universin.